Rastet e dhunës fizike në ambiente publike vazhdojnë të mesin shqetësuese edhe mjaft të shpeshta në Kosovë. Një rast i tillë i rënd ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të 8 nëntorit në Gjilan, i cili është zbardhur pas disa javësh hetime intenzive nga autoritetet. Gazeta Sinjali raporton ekskluzivisht se 3 persona janë arrestuar për rrahjen brutale të një qytetari në kafeterin Muzik Live Adriatike e një orci bunari në Gjilan. Të dyshuarit janë Ahmet Mehmeti rreth 50 vjeç, pronari kafeteris, Veton Abazi rreth 32 vjeç kamarier, si dhe Naim Avdili rreth 61 vjeç shankist. Ngjarja në fjalë ka ndodhur me 8 nëntor 2025 mes orës 3 dhe 4 pas mesnate, kur viktima në pikë B rreth 52 vjeç ishte rrahur brenda lokalit nga disa persona. Si pasojë e dhunës, viktima ka pësuar thyrje të brinjve e që pas hetimeve disa javore nga Njësia për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim me prokurorinë themelore, viktima ka identifikuar të dyshuarit, të cilët rezultojnë të kenë qenë të punësuar në lokalin ku ndodhi rrahja. Me urdhër të prokurorit, ata janë dalur për 48 orë dhe rasti po trajtohet si lëndim i rënd trupor.